Ka dy gjëra që të gjithë i kemi. Njëra prej tyre është kjo tabel. Ne e vëm këtë sepse s'duam të na shqetësojnë. E dini, mos më shqetësoni, kemi edhe një çantë justifikimesh. Të gjithë e kemi një të tillë. Nëse dikush kalon tabelën mos më shqetësoni, kemi çantën e justifikimeve gati për Perëndin. Jo çdo gjë që Perëndia na kërkon të bëjmë është e rehatshme, por për çdo gjë që Perëndia na kërkon të bëjmë, na jep edhe hirin për ta bërë atë. Gjithmonë them se Perëndia na jep hirin për vendin. Madje edhe kur po rrisni fëmijë me nevoja të veçanta, unë besoj se Perëndia do t'ju jap hirin për ta bërë këtë. Njoh një grua që ka 2 fëmijë me nevoja të veçanta, ata janë binjak. Dhe ajo ka edhe 2 djemë të tjerë dhe është e mahnitshme ajo që ajo bën për të kujdesur për këta fëmijë. Dhe ne shohim këta njerëz dhe mendojmë nuk e di si ja del. Thjesht se di si arrin ta bësh. Mirë, njerëzit bëjnë çfarëdo që Perëndia u kërkon të bëjnë me hirin e tij që do të thotë se ai u jep aftësinë ta bëjnë. Ndoshta pikërisht tani jeni në një martesë të vështirë, por besoni se Perëndia do që të qëndroni aty. Mirë, e dini, nuk ka përse të jeni të dëshpëruar gjithkohën që jeni në atë situatë. Nëse jeni në vendin ku Perëndia do që të jeni, ai do t'ju jap hirin të jeni aty. Dhe kjo do të thotë se mund të jeni në një vend të parahatshëm dhe prapë të keni gëzim. Forca, ka njerëz të cilëve po përpiqem të flas sot. A mund të mos jeni rehat? E prapë të jeni të lumtur. E shoh që shumë po e mbajnë kokën më njanë. Ju jeni... E po, asun se jam e përsosur. Disa javë më parë mora zbulesën se nuk dua të kem parehati. Kështu. Nëse që duhet ky mesazh do t'ja predikoj vetes. Kështu. Le të fillojmë të flasim për Jozefin, sepse më duket histori interesante. Sa nga ju janë në jetën e tyre në një vend dhe kjo gjë nuk ka kuptim për ta? Më shumë se gjysma e njerëzve në sallë. Mirë, ju jetoni jetën mbar, por e kuptoni atë mbrapsht. Kur kaloni diçka, nuk e kuptoni arsyen, por më vonë mund të ktheni kokën pas. Shumë nga gjërat që ishin shumë të vështira për mua, kur kthej kokën e kuptoj pse Perëndia i lejoi të ndodhnin. E dini, ndonjëherë Perëndia përdor edhe dobësitë e njerëzve të na ndihmoj të rritemi frymërisht. Si do të mësojmë të duam të papëlqyeshmit nëse të gjithë rreth nesh sillen mirë? Nuk është dashuri e pakushtëzuar. Mos prisni që çdo ditë të jetë e përsosur, nuk po them se duhet I kaloni ditët duke pritur probleme, por të mos tronditeni kur gjërat janë të parahatshme. Kështu, Jozefi më parë bënte një jetë shumë të bukur. Ishte më I vogli, I preferuari I babait, siç janë gjithmonë të veçlit. Ai iku prej andej në skllavëri në burg, pastaj në pozicionin ku shpëtoi kombin. Vini re se u largua nga rehatia, kaloi në mjerim dhe pastaj në një pozicion ku shpëtoi kombin. Po e them përsëri, ai kaloi nga rehatia në padrejtësi, në trajtim të padrejtë, vend shumë I parahatshëm, duhej të kalonte këtë fazë për të rritur mjaftueshëm, për të arritur në pikën ku të shpëtonte një komb. Ku Perëndia më thiri në shërbes, mirë, së pari, s'po bëja ndonjë gjë të veçantë, po rregulloja shtratin tim. Kisha 3 adoleshent në atë kohë dhe faktikisht thjesht përpiqesha të mbijetoja. E doja Zotin dhe ne shkonim në kishë çdo javë. Por s'po veproja si e krishter, isha shumë e papjekur, gjithmonë isha e zemëruar për diçka,
dhe do të kisha qenë kandidatja e fundit që ju do të kërkonit t'ju predikonte. Por Perëndia na njeh mirë, ai nuk sheh vetëm ku jemi, por sheh edhe ku do të jemi. Dhe e dini, thjesht dua t'ju them se ne duhet i shohim njerëzit më shumë në këtë mënyrë. Jo thjesht të dim se ku janë tani, por edhe cili është potenciali tyre, nëse dikush do t'i doj ata pas një kusht, do të lutet për ta dhe qëndron me ta në kohë të vështira. Amen. E dini, David dilte me 3 vajza kur më takoi mua dhe ai po lutej për një grua. Gjithmonë them se David besonte se besimi pa vepra është i vdekur, kështu. Po besonte për një grua, por po dilte me çdo gjë që lëvizte dhe kështu. Kur më takoi mua, u takuam 5 herë dhe u martuam. S'ju rekomandoj këtë. Por gjithmonë them se duhet të martohej me mua para se të zbulonte çfarë po merrte, për ndryshe s'do të kishte funksionuar. Po them, unë isha njeri vërtet i vështirë. Isha e abuzuar dhe e divorcuar, nuk i besoja askujt. Vërtet, në fakt mund t'ju them se kur u martova me Davin, nuk më kujtohej të kisha qenë ndonjëherë e lumtur apo të isha ndjer e sigurt. Dhe kështu, unë kisha shumë plagë dhe shumë lëndime. Dhe nëse ai do t'i bënte gjërat siç i bëjnë shumë njerëz sot, që nëse është e parahatshme për ta, nëse nuk përputhen, po kush përputhet sot? Po them, kush martohet me dikë dhe thot, mua më pëlqen çdo gjë tek ti. E dini, po them, është thjesht fantazi. Dhe kështu, e dini, ju shkoni mirë sepse zgjidhni të shkoni mirë. Dhe ju shkoni mirë sepse ju vendosni se s'ka pse të bëhet siç doni ju gjithmonë. Dhe se do të bëni atë që Perëndia do të bëni dhe jo atë që ndjeni vetë. Dhe kështu, nëse David do të shqetësohej më shumë për reatinë e tij, se sa për të bërë atë që Perëndia donte, ndoshta unë nuk do të isha këtu sot, duke bërë këtë që bëj, sepse dikush s'duhej që thjesht të më fliste për Jezusin, por duhej të ishte Jezusi në jetën time. Dhe unë nuk ndryshova brenda natës. Mu desh ca kohë. Dhe kështu ishin shumë gjëra kur Perëndia më thiri në shërbes, ishin shumë gjëra në për të cilat unë kalova. Humbëm të gjithë miqt, na thanë të largoheshim nga kisha, na u desh të gjenim shkolla të reja për fëmijët sepse ata shkonin në shkollën e kishës dhe njerëzit që u ndoja dhe u besoja u kthyen kundër meje dhe flisnin për mua dhe nuk i kuptoja këto gjëra. Thjesht po përpiqesha të isha një grua e mirë të bëja atë që ndjeja se Perëndia donte. A ndjeni ndonjëherë kështu? Dua të bëja atë që është e drejtë dhe ndjem sikur gjithë feri po derdhet mbi mua. Forca, a ndjeni ndonjëherë kështu? Ne presim që nëse bëjmë të drejtën, duhet të marrim një shpërblim të menjëhershëm. Por sigurisht që s'ndodh kështu. Ata që kërkojnë me zell Perëndin do të marrin shpërblimin në kohën e duhur. Në kohën e duhur, tani kthej kokën dhe shoh që se kuptoja. Nuk e kuptoja as pak. Dhe familjarët u kthyen kundër nesh. Ishte një kohë shumë e vështirë. Dhe i them David ndonjëherë, përveç se me hirin e Perëndis, se di se si do të isha në gjendje të vazhdoja t'i thosha po Perëndis, me gjitha ato gjëra që po humbisja. Ju duhet të kuptoni, kur fillova ta bëj këtë, po them, gratë në shërbes ishin shumë të papëlqyeshme. Nuk ishte shumë gra që e bënin. Por kthej kokën tani dhe shoh se varesha shumë nga njerëzit dhe tek ajo që ata mendonin dhe se e gjeja vlerën time dhe domethënien time tek njerëzit. Dhe po ju them diçka, Perëndia duhet të hiqte çdo gjë ku unë po mbështetesha dhe të më mësonte se si të rinjosesha thellë në të. Kështu, ndoshta jeni në një vend tani që nuk është i rehatshëm, as pak i rehatshëm. Ju nuk doni të jeni aty. Mirë, po ju bëj një sugjerim të ri. Në vend që ti luteni Perëndis t'ju largoj që aty. Përse nuk thoni thjesht Perëndi, kur të jesh gati, që të më çosh në një vend të ri, besoj se do ta bësh, por gjatë kësaj kohe, më mëso çdo gjë që unë duhet të mësoj, ndërsa jam këtu,
dhe më përdor për lavdin tënde, ndërkohë që jam këtu. A e dini se sa shumë më shumë do ta shijoni? Mund ta shijoni qëndrimin në një vend të vështirë nëse do të keni qëndrimin e duhur. Sa nga ju ka nevojë ta dëgjojnë këtë sot? Në rregull. Sepse unë do ta lë nëse doni ju. E po ndoshta s'do ta bëj, por në rregull, tani Jozefi kishte kaluar gjithë këto gjëra dhe kishte qenë e vështirë. Ai ishte në burg për 13 vite për diçka që se kishte bërë. Ai ndihmoi bukpjeksin dhe kupëmbajtësin të dilnin nga burgu dhe u tha të mos e harronin, por ata e harruan dhe ai qëndroi në burg. Por kur Perëndia ka një plan për jetën tuaj, pavarësisht se çfarë nuk bëjnë njerëzit për ju. Forca tani, nëse Perëndia do të bëjë një lëvizje, askush nuk mund ta ndalë atë. Dhe dëgjoni, pjesë e planit të Satanit është të na ngarkojë të gjithëve me hidhësi dhe me mosfalje brenda nesh. Kështu ai bën njerëzit e tjerë të na lëndojnë, duke shpresuar që të bëhemi rëmujë së brendshmi, që kështu të mos kemi atë që Perëndia dëshiron të kemi, nga që do të jemi jashtë vullnetit të tij. Por nëse thjesht vazhdojmë të bëjmë atë që Perëndia na thot ne të bëjmë, kur vjen koha, më dëgjoni, kur vjen koha që të ngrihemi në detyrë, asnjë njeri mbi tokë dhe asnjë djallë në ferr nuk mund ta pengojë atë që Perëndia ka për ne. Kështu, ne nuk duhet të fajsojmë më njerëzit, por thjesht duhet i shohim ata e të themi nën zë, pavarësisht se çfarë më bën ti. Nuk do t'i ndalësh bekimet e Perëndis për mua. Perëndia ka një plan, kështu. Ky është thelbi i historisë. Jozefi ka dalë nga burgu, ai gjeti favor në sytë e faraonit sepse interpretoi një ëndër, dhe faraoni i besoi atij aq shumë sa që i dha përgjegjësinë për gjithë ushqimin, dhe ata kishin një krizurie prej 2 vitesh dhe do të kishin dhe 5 të tjerë. Nëse dikush donte diçka për të ngrënë, duhet ta merrte nga Jozefi. Kështu. Babai i tij dhe vëllezërit e tij, vëllezërit që e shitën në skllavëri, jetonin në një vend tjetër, jo në Egjipt, dhe ata kishin uri dhe kishin dëgjuar se në këtë vend kishte ushqim dhe lanë një takim me Jozefin, pa e ditur se ai ishte vëllai që kishin keq trajtuar. Zanafilla 45, vargu 1. Atëherë Jozefi nuk e përmbajti dot më veten para tërë të pranishmëve dhe bërtiti, nxirini jashtë të gjithë nga prania ime, kështu nuk mbeti asnjëri me Jozefin, kur ai u tregoi vëllezërve të tij se kush ishte. Dhe qau aq fort, sa që e dëgjuan edhe egjiptasit dhe lajmi arriti në shtëpinë e faraonit. Pastaj Jozefi u tha: "Unë jam Jozefi, a është ende gjalla ati im?" Por vëllezërit e tij nuk mund t'i përgjigjeshin, sepse ishin të tronditur, le të themi të friksuar, në praninë e tij. Ata menduan, tani kush e di çfarë do të na ndodh. Atëherë Jozefi u tha vëllezërve: "Afrohuni pra tek unë." Ata ju afruan dhe ai u tha: "Unë jam Jozefi, vëllai juaj, që ju e shitët që ta çonin në Egjipt. Por tani dëgjoni. Por tani mos u trishtoni dhe mos t'ju vi keq që më shitët, sepse Perëndia më ka dërguar këtu para jush për të ruajtur jetën tuaj." Pra në thelba ai po thot: "Ju menduat se po më dërgonit këtu, por arsyeja e vetme ishte sepse Perëndia donte të isha këtu dhe kishte një qëllim. Kështu po ju them diçka, edhe në ato gjëra që ndodhen dhe që dukeshin vërtet të pabesueshme dhe të padrejta, Perëndia përsëri e kishte një qëllim dhe ne duhet të mbajmë mend se Perëndia ka jetën time në kontroll dhe jo ju. Vargu 6, në fakt u bën 2 vjet që razia e bukës në vend dhe do të ketë 5 vjet të tjera. Që as do të lërohet as do të korret, por Perëndia më ka dërguar. Thoni, Perëndia më ka dërguar.
Ndoshta tani jeni në një punë ku jeni i vetmi besimtar dhe njerëzit ju trajtojnë mirë dhe ju e dini se ata ju tallin, ju gjykojnë dhe në mënyrë absolute ju e urreni atë vend dhe mezi prisni të ikni prej aty. Ndoshta ajo që Perëndia dëshiron t'ju thotë sot është mjaft, unë të kam dërguar aty. Forca, dëgjoj dikë që është gjysmë i lumtur. Çfarë na bën ne të mendojmë, s'ka mundësi të më dërgonte Perëndia këtu, ku s'mund të jem rehat. Perëndia do të na bekoj, por ka edhe gjëra të tjera që ai do të bëjmë. Veç kësaj. Ai do të na përdor dhe është mirë t'ju a them këtë, nëse do të përdoreni nga Perëndia, do të jeni të persekutuar. Thash, nëse do të përdoreni nga Perëndia, do të jeni të persekutuar. Jo të gjithë do t'ju duar trokasin, nga që ju doni të bëni diçka të mirë për Perëndin. E po ka akoma ca njerëz që po buzëqeshin. Por Perëndia më ka dërguar para jush që të ruhet diçka mbi tokë dhe për t'ju shpëtuar jetën me një çlirim të madh. Nuk jeni ju pra që më dërguat këtu, por Perëndia. Ai më caktoi si atë faraonit, si zoti i krejt shtëpisë së tij dhe si qeveritari tër vendit të Egjiptit. Nuk kam kohë për këtë, kështu që s'do të flas, por mund t'i kthejmë historisime. Po them, unë ju luta Perëndis të më nxirrte nga ajo situatë dhe ai se bëri. Tani, s'mendoj se Perëndia është abuzues dhe s'mendoj se ai bëri që i mat të më abuzonte. Por ai mund të më nxirrte nga ajo situatë shumë më shpejt nga sa e bëri. Perëndia kishte një plan gjithkohon. Ai donte të më përdorte për të ekspozuar atë që ndodh pas dyerve të mbyllura në shumë vende. Me sa di unë isha nga njerëzit e parë që filluan të flasin për incestin dhe abuzimin seksual. Dhe dini tani kam këtë, dhe besoj se është një dhuratë nga Perëndia. Unë jam jashtëzakonisht e hapur për jetën time, dhe zakonisht edhe për gjithë jetën e atyre që kanë lidhje me mua. Dhe njerëzit gjithmonë thonë, duhet të dish se po ndenje me Joyce-in, ndoshta do të dëgjosh të flitet për ty në skenë. Dhe kështu, duke qenë se kam dhuntinë të qenit e sinqert, unë isha në gjendje ta tregoja atë histori dhe ta tregoja në një mënyrë që çliroi shumë njerëz. Kështu, djalli mendoi, forca, djalli mund të mendoj se ju ka plekur diku ku mund t'ju lëndoj e t'ju shkatëroj, por ai nuk arrin të kuptoj se aty është pedana për suksesin tuaj më të madh në jetë. Amen. Tani, ka shumë shembuj, por ka dy gjëra që të gjithë i kemi. Njëra prej tyre është kjo tabel. Ne e vëm këtë, sepse s'duam të na shqetësojnë, e dini, mos më shqetësoni, kemi edhe një çantë justifikimesh. Të gjithë e kemi një të tillë, nëse dikush kalon tabelën mos më shqetësoni, kemi çantën e justifikimeve gati për Perëndin. Të shohim, kemi vërtet shumë si këto. Kam një grumbull. Perëndi nuk di si ta bëj këtë. Kjo është gjëja e parë që thash, s'di të predikoj, ai tha ti s'di, por unë di. Sikur ta kishit idenë se sa budallaqe isha unë kur fillova, do ta kalonit gjithë ditën duke mbajtur barkun me dorë. Vërtet, nuk e kam idenë se si arrita nga ku isha deri këtu ku jam, por ja ku jam. E po Perëndi, kjo s'është ajo që planifikova unë. S'mund ta bëj këtë. Nuk jam ende gati për këtë. Ndoshta një herë tjetër. Kam shumë probleme vetë tani. Kjo është shumë e fortë. E dini, e po Perëndi do të jap më shumë në ofertë kur të më rritet rroga. Jo, ai s'do që ne të presim për një kohë kur mund të japim diçka e të mos na mungoj. Ndoshta ai do paratë e pushimeve tuaja. E po i kam kursyer këto para për 3 vite. Kam një plan, Perëndia, s'është i keq, pse do të më merrte paratë e pushimeve?
Forca, nëse po besoni për diçka të madhe, më mirë të bëheni gati të mbillni shumë, madje më mirë të bëheni gati të sakrifikoni në mbjellje. Perëndia im, unë ja admiroj njerëzit që bëjnë atë që Perëndia u thot të bëjnë, edhe kur ajo gjë nuk ka fare kuptim për ta. Por po sikur të mos ketë kur kuptim për ju, derisa të jeni gjallë. Përsëri është mirë t'i bindeni Perëndis. Nuk njoh asnjë që ta ketë bërë këtë më parë. Ky është i preferuari im, po është shumë e vështirë. Unë nuk kam eksperiencë, nuk kam asnjë të më ndihmoj, nuk kam para për këtë. Unë kam shumë frikë, nuk e ndjej ta bëj këtë. Duhet të keni ndonjë nga këto. Ndoshta seansit të mijat mund të mos i shihni siç shihni të mijat, por sa nga ju e din që kemi justifikime. E dini, apo e kuptoni këtë që po them? Po thuaj se na mbaroi koha. Perëndia përdor udhëtimin tuaj që t'ju përgatis për një detyrë që ai ju ka dhënë. E dini, Perëndia thiri Abrahamin, dhe unë e vura re këtë kur ishte 75 vjeç. Mirë, unë sa po bëra 75 vjeç dhe mendova, po Zot, mos po më thua fshehura se sa po kam filluar? Forca, kur unë fillova këtë shërbes, nuk predikova derisa u bëra 33 vjeç. Bëra mësim biblik në shtëpi për 5 vite. Punova për 5 vite për dikë me të cilin s'ishte e lehtë të punoja. Fillova shërbesën Joyce Meyer bashkë me Davin kur isha 42 vjeç. Kisha 3 adoleshent dhe një bebe. Nuk dola në televizion sa u bëra 50. Tani kam 25 vite në televizion. Forca. Kështu, po e përfundoj me këtë, duhet të isha bërë vajzë e mire të kisha filluar në orarin e caktuar. Mjaft nxorot justifikime. Ky është mesazhi sot. Mjaft nxorot justifikime dhe thjesht bëni atë që Perëndia ju thot të bëni. A mund të thot dikush amen? Në rregull. Të lutem në emër të Jezusit, që ti të merresh me ne. Të gjithë mund të shkojmë më lart, unë kam shumë rrugë, dhe dua që ti të merresh me mua, dua të më tregosh zona ku unë jam mashtruar, apo ku jam e dobët, apo kam qenë e pabindur. Lutem për këtë, për gjithë ata që janë këtu. E dim, Zot, se ti s'na jep kur më shumë nga që mund të mbajmë, por me çdo të ndim na jep edhe një rrugë dalje. Për të gjithë ata që sot ndihen sikur nuk kanë shpresë, se janë të raskapitur dhe të lodhur, unë lutem që ti t'i gjallërosh dhe t'u japësh forcë dhe t'u japësh karburantin e nevojshëm që ata të dinë se pavarësisht se sa kohë duhet, ata mund të bëjnë atë që duhet të bëjnë. Dhe lutem për jetën e secilit prej tyre që të bekohen kur hyjnë e të bekohen kur dalin. Dhe pavarësisht se sa kohë duhet të presim për një mrekulli, lutem të kenë lumturi gjatë gjithë kësaj kohe, në emër të Jezusit. Amen. Ne duhet ta heqim tabelën mos më shqetësoni dhe të largojmë të gjitha justifikimet dhe të jemi në dispozicion të çdo gjëje që Perëndia do që të bëjë në jetën tonë.